për të sjellur pranë jush dhe për të komentuar edhe një herë dinamikën dhe ngjarjen që realisht ka marrë një popularitet shumë të madh. Kërcënimi që Miri i bëri Mateos, por edhe të mbështes një kërcënim ku përmendet nëna e Mateos. Do të thënë Miri i thot, unë të kërcënoj ty, atë që të ka bërë ty dhe krejt shqiptari. Kjo është diçka e paimagjinueshme që në kupton Miri më ka kërcënu mu, ka kërcënu nënën e Mateos, ka kërcënu dhe ty që komenton dhe të gjithë njerëzit. Dhe çuditërisht, produksioni nuk sjellë një zar të zi, sepse Mirin e ka favor, Mirin janë duke suportuar dhe Mirin duan ta çojnë në finale. Tani, unë jam shumë i bindur që Mirin edhe po ta pyesësh se çka ke thënë, Miri nuk e ka iden se çka ka thonë. Miri ka hyrë në atë strofullën e dashurisë të Serinës, është duke u marrë me këtë emocionin, është duke u marrë me këtë ndjesin, nuk e di se ç'a flet, nuk e di se ç'a nxjerr nga goja. Dhe të gjitha këto, do me thënë, i thot pa dijenin e vet. Se ti thonte në dijeni, jam shumë i bindur që do të ishte ngritur dhe do të kishte kërkuar falje. Por Miri akoma edhe sot nuk e kupton se çfarë ka thënë mbrëm gjatë debatit i cili ishte i stisur nga Brikena dhe nga Rogerti, ku në fakt Miri hyri kot e kot aty që s'kishte vend pse duhet të përfshihet Miri. Unë e shoh Mirin shumë të tensionuar dhe unë kam thënë gjithmonë që Big Brotheri që Miri ka bërë është që Big Brother që Mirin e nxori sa më keq, shtëpia e Big Brotherit ose ta dhuron ose ta merr atë që ti dëshiron t'ja japësh publikut. Në këtë rast, duam apo s'duam, duhet ta pranojmë, Miri t'ja mori, Miri nuk diti të tregohet tek publiku, Miri nuk diti ta tregon lojën e tij, nuk diti ta tregon zgjuarsinë e tij. Miri u rrëmbye nga ndjesia që kishte për Selinën, nga emocioni që ndërtoi për Selinën dhe nga pasioni i bukur i dashurisë që Mirin e bëri për vete. Tani si që ndrojmë ne me lojën e Big Brotherit. Unë mendoj që produksioni duheshte të ndërhyjë në këtë gjë dhe duheshte që Miri të jepet një lloj dënimi. Le të mos të ishte ai edhe zar fizik, edhe pse në fakt të gjithë fansat e Mateos, të gjithë shqiptarët kërkojnë zar të zi sepse kërcënimi erdhi pikërisht për nënën e Mateos. Unë e kam thënë gjithmonë, është e turpshme që këto banorë për interesat e tyre, për klikimet e tyre, për lojën e tyre, përdorin nënat e të tjerëve që në këtë rast Miri përdori nënën e Mateos. Sa e bukur do t'ishte për Miri në qoftë se Mateo do t'ia thonte të njëjtën këtë gjë. Por produksioni t'i intereson që situata të arrijë në këto nivele, i intereson që situata të bëhet në këtë stad dhe për këtë arsye edhe nuk reagojnë. A duhet zarf të zi? Me patjetër që duhet zarf të zi. Ne nuk duhet të tolerojmë situata deri në këtë mënyrë.